kalojmë të qarqet, bëhet e qartë se kjo fitore nuk është lokale, edhe nuk është as episodike. Kjo fitore ka një shtrirë të madhe kombëtare. 5 qarqe, kalojnë mbi 60%, Fieri, Gjirokastra, Elbasani, Berate dhe Vlora, në një fitore të fortë në këto qarqe. Fieri deri si qarku më i fortë, por dhe shumica e qarqeve jap një mesazh qartë stabiliteti politik për Partinë Socialiste. Kjo do të thotë se në këto qarqe, Partia Socialiste nuk është vetëm forcë e parë, është forca që organizon terrenin, ritmin politik dhe pritshmërinë qytetare. Tirana është rezervuari më i madh i votës sonë. Kjo e bën Tiranën edhe sfidën më të madhe, por natyrisht dhe mundësinë më të madhe. Ndërsa Lezhë thjesht për pak vota nuk ja doli të ishte qark fitues, e ndërsa Kuksi dhe Shkodra mbeten territori ku betejë vazhdon. Këtu matet kontrolli real i territorit. Dhe Partia Socialiste del forcë e parë në 4116 qendra votimi, nga 5292 qendra votimi, pra në plot 77.8%, pra pothuajse 80% territorit, ne jemi forcë fituese. Zgjedhja e strukturave vendore të partisë do të zhvillohet në periudhën kohore, pra nga 21 marsi deri në 30 qershor, dhe kjo periudhë do të jetë ndarë në disa segment. Nga sot deri në 16 prill do jetë njohja dhe analiza e çdo organizate, nga 16 prill në 13 maj do të mbahen zgjedhjet në organizatat socialiste, nga 16 maj në 12 qershor do të mbahen zgjedhjet e kryetarëve të partisë në bashki. Dhe mbas 12 qershorit deri në 30 qershor do të bëhet konstituimi i organeve tona lokale. Detyra e dytë, shtimi i antarësisë minimalisht 4 antarë të rinj, 2 shoqe dhe 2 shok në çdo organizatë socialiste, me fokus padyshim te të rinjt. Do të jetë detyrë e çdo antarit të Asamblesë Kombëtare që në çdo qendër votimi të krijojë nuklet e të rinjve, mbështetës jo domosdoshmërisht antarë të Partisë Socialiste. Dhe do të jetë detyrë e çdo njërit për ju që të ketë një takim me 5 të rinj në çdo qendër votimi në zonat rurale dhe mbi 10 në qendrat urbane. Dhe po ashtu organizimi i takimeve me të rinjt gjatë gjithë kësaj periudhe në nivel bashkie.